Në Gjirokastër janë sekuestruar një sasi e madhe eurosh, lutem nëse mund të më sjellësh detaje për këtë operacion? Po themi bëhet fjalë për një operacion të policisë kufitare në bashkëpunim me forcat e Frontexit, policisë europiane që janë të instaluara në Kakavije, ku një personi të moshës 41 vjeçare janë sekuestruar në total një shumë prej 160.000 eurosh, të cilat nuk i kishte deklaruar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, po tentonte t'i fuste ilegalisht në Shqipëri. Bëhet fjalë për një 41 vjeçar i cili aktualisht është banus, është rezident në shtetin grek. Detajet të mëtejshme nuk ipen në shtetas shqiptar i cili është rezident në shtetin grek. Ai është ndaluar pranë një pike karburanti në kufirin, në afërsi të kufirit të gjelbër me pra shqiptaro-grek, në zonën e Kakavijes, ku gjatë kontrollit në çantën e shpinës janë gjetur disa zarfa dhe në total policia i ka sekuestruar në çantën e shpinës 160.000 euro. Duhet themi se personi në fjalë, pra 41 vjeç, rezultoni skeduar nga policia shqiptare. Bëhet fjalë se ai është dënuar me 1 vit heqje lirie për veprën penale të vjedhjes, pra nuk është një kontingjent i panjohur për policinë. Megjithatë policia vazhdon ende hetimet për të zbuluar destinacionin e eurove ku i kishte marrë dhe mundësitë nëse lidhet me mundësinë e një trafiku të palishëm në kufirin shqiptaro-grek. Okej, faleminderit shumë Blerim edhe për këtë informacion. Të uroj një ditë të mbarë.